Lazar Fundo, i njohur gjerësisht si Zai Fundo, mbetet një nga figurat më komplekse dhe emblematike të historisë politike shqiptare të shekullit 20. Profesor doktor Ilir Kalemaj, në një analizë të fundit për mediat, e ka cilësuar Fundon si një personazh të pakrahasueshëm, aktiviteti të cilit ka përceu kufit kombëtar për t'u shndërruar në një faktor real në politikën e madhe europiane. Rrugëtimi i tij politik u ndërtua përmes bashkëpunimeve me figurat më të larta të kohës, duke nisur si ndihmës i Nikolaj Bukarinit, teoricienit të shquar bolshevik dhe udhëheqësit të Kominternit në Moskë. Më pas Fundo shërbeu si bashkëpunëtor i ngushtë i Georgi Dimitrovit, burrit të shtetit bullgar që drejtonte Internacionalen Komuniste. Përtej sferës lindore, ai kultivoi miqësi të rëndësishme me Altiero Spinellin, autorin e Manifestit të Ventotene dhe një nga etrit themelues të Bashkimit Evropian, si dhe me Alcide de Gasperinin, shtetarin e madh italian që hodhi themelet e integrimit evropian. Në vitin 1944, Lazar Fundos ju ofrua mundësia që të qëndronte në Itali, ku gëzonte respektin e elitës politike dhe ku kishte potencialin të zgjidhej deputet, duke u bërë kështu i pari eurodeputet shqiptar në perspektivë. Megjithatë, i shtyr nga idealizmi për të kontribuar në AD, ai u kthye në Shqipëri, ku ju bashkua lëvizjes së vëllezërve kryeziu. Ky vendim rezultoi tragjik, pasi, siç e shpjegon edhe profesor Kalemaj, u kap dhe u vra në mënyrë tradhtare me urdhër të drejtpërdrejtë të Enver Hoxhës, i cili shihte tek ai një rival intelektual të rrezikshëm. Për sa i përket aktivitetit politik, Zai Fundo ishte i pakrahasueshëm. Aktiviteti i tij politik bënte që të ishte një nga personazhet më të rëndësishme. Kishte qenë ndihmës i Buharinit në Komintern, kishte qenë bashkëpunëtor i ngushtë i Georgit Dimitrov në krye të Kominternit. Ishte mik me Spinellin, me De Gasperin, pati ofertë në 44-ën që të qëndronte në Itali dhe të bëhej dhe deputet, do të bëhej eurodeputet i parë shqiptar, po u kthye në Shqipëri dhe pati një fund tragjik kur u bashkangjit kryezinjve dhe u vra në mënyrë tradhtare nga lidershipi komunist me urdhër të Enver Hoxhës. Jetëshkrimi i tij pasqyron kalimin dramatik nga një idealist i Kominternit në një social-demokrat që parashikoi dështimin e totalitarizmit, duke mbetur njeriu që tentoi të lidhte Shqipërinë me themelet e familjes europiane.